mars. Por sot shpresoj se njerëzit që do të ngrihen kundër Ramës do të jenë masivisht për të treguar që mbi 80% e shqiptarëve e urrejnë Ramën. Rama urren Shqipërinë. 90 vite më parë, në vitin 1936, amerikanët vuanin. Krizë e madhe. Amerika ishte në një krizë dhe papunësia, por nuk donin t'ja dinin se ç'po ngjiste drejt Europës, me disa mira milje larg. Hitleri ishte bërë diktatori i Gjermanisë. Gestapo, SS, po dënonin të drejtat e njerëzit në një masive tek ai që quhet Reichu III. Në mënyrë të veçantë, objekti goditjes i shkatrimit ishin qifutët. Por kombi amerikan nuk e kishte mendjen se ç'po ngjiste me mira milje në Gjermani. Por nuk ishin vetëm amerikanët. Britania, Franca, edhe vendet e tjera evropiane as nuk donin t'ja dinin. Dhe ndërkohë, Hitleri vazhdon të forcohej. Në Amerikë filloi një lëvizje America First, e drejtuar nga një aviator, Lindbergh, i cili udhtoi deri në Gjermani ftuar nga Goeringu, numri 2 i Hitlerit. Dhe në atë kohë, mbase gjysma e amerikanëve që votonin, mbështesnin Hitlerin. Ishte çuditshme. Sot, Irani ka zvendësuar Gjermaninë. Irani vrau 35.000 vet në janar. Dhe duket sikur europianët përsëri ngurojnë të dalin ndaj një tkeqje të madhe djallit, pra që është Irani, harrojnë që 50 milion vet u vran nga Hitleri. Unë dje dhash një pjesë të intervistës të Lindsey Graham për Bill O'Reilly, me lejen e tij, duke thënë se Irani ishte vetëm 2 javë përpara se të përgatiste një armë bërthamore. Kudo në Shqipëri. Kanë kontaktuar me TK nga iranianët dhe janë duke bërë disa bisedime. Por menjëherë si ministri i jashtëm, sekretari i parlamentit i ka kundërshtuar. Trump kërkon $200 miliard. Demokratët nuk do të votojnë në Kongres që $200 miliard të karojnë për konfliktin e luftës. Ndërkohë që republikanët ja dhanë Bidenit mbi $170 miliard për Ukrainën. A nuk është kaq worth it Irani për $200 miliard, pra a duhet lënë betejën mes? Natyrisht që edhe amerikanët kanë pasur dëmtime. Janë rreth 13 vrarë, 232 të plagosur, destrojeri i madh Gerald Ford, pasur zjarr tek dhomat e lavanderisë, por ka shumë gjasa që vetë ushtarët kanë sabotuar duke i bllokuar, duke shprehur kundërshtim. Ndërkohë janë 13 mjete fluturimi ajrore që janë shkatruar. Pritet të shkojë një brigadë luftimi. Shia naftës shkon mbi $60, fitimet janë shumë të mëdha. Por për afat gjatë nuk duron dot, jo Trump, po tjetë Don Cesar tjetë këtu, sepse është vit mes mandatit zgjedhor. Në qoftë se ekonomia nuk fillon të marrë një start mbas majit, Trumpi do të humbë Kongresin dhe rrezikon të humbes edhe Senatin. Dhe çdo gjë zhduket në trajnimin e tij politike. Një Kongres i humbur do të sjellë shkarkimin e tij të tretë, impeachment. Dhe nga ana tjetër unë mendoj se edhe tek generalët ka reagim. Nuk dalin në media, natyrisht që nuk mund të pranojnë aventura. Futja e trupave në tokë do të thotë që të ketë vrarë. Ka ndryshuar stili luftës, siç u thash, vendimet merren në punë sekondash me inteligjencën artificiale.
Përdoritur e fëmi kudo në Shqipëri. Tana King. Kudo në Shqipëri. Se si do të dalë Rama nga kjo, exit way është ai që të bën të dalësh me nder ose të ikësh me turp. Ka kaluar rreth, po shkon të mandati i 4, i konsumuar dhe çdo ditë i bie nga një ministër në grepat e Spakut. Nuk mund të bëhesh trim me Iranin, them unë, dhe ti je frikacak me Trelindat. Fundi do të vendoset nga shqiptarët, nuk e vendosin as ambasadat, protestat nuk i dalon askush. Patjetër, po si bëhet rotacioni nëpërmjet protestave? Shumë dhe mund ta them në 90-ën, siç ndodhi me protesta, nuk janë të dhunshëm demokratët, siç ishin socialistët në 97-ën. Unë nuk dëshiroj që të shkoj atje, por sa më refraktar të jetë Rama, të mos kuptoj realitetin. Të jeton i babull në një fluck. Fasad dhe i korruptuar, pushteti absolut të korrupton absolutisht. Marta Kos, ligavecja UDV-s nga Slovenia, e cilja e cilëson shoqërinë shqiptare të korruptuare. Përse nuk vodhi palloshi global kur ishte poshtë urave të Francës apo pastruesi Athinës? Por kësa herë që ulen tek zyrat, dikur zyra me Meçeu, Tramizalis, Xhilleshit, vjedhin si të shmendur. Në qoftë se do të ketë dënime kapitale, nuk do të guxojnë të vjedhin. Dhe aq më tepër Bashkimi Evropian drejtohet nga figura të korruptuara si Kos. Faktet dalin thuajse çdo ditë. Natyrisht korrupsion ka kudo. Korrupsioni ndeshkohet. Nuk e kuptoj pse është heshtur sulmi ndaj Mataharrit të Athinës, edhe nga opozita shqiptare. Ai nxori SPAK, pjesë të dosjes, në ato ditë të para kur shqiptarët u habitën, janë 16.000 faqe që kanë shkuar në parlament. Opozita i ka parë. Mosvall ka pasur bashkëpunim me Mataharrin e Athinës, ish pastruesen, me pastruesit si ura midis PS-s të futur tek PD-ja, çdo gjë bën maki. Ndodh. Ndërkohë që bota është përqendruar tek konflikti i madh në Iran. Përdoritur e fëmi kudo në Shqipëri. Tana King. Kudo në Shqipëri. Rama vazhdon mbledhjet si dikur Hoxha me pleniuar. Është konsumuar në maksimum. E pa kuptim nga ana tjetër në këto çaste për të caktuar se të merresh me zgjedhjet në parti. Hiq një Ramën. Vota cakton. Kush do të jetë lideri i partisë? Merrni shembullin se si funksionojnë partitë. Këtu ja kam thënë, Trump nuk është kryetari i Partisë Republikane. Obama nuk ka qenë i Partisë Demokrate. Lideri mbetet lider. Nuk ka nevojë të ketë post të partie. Megjithatë, shqiptarët kanë treguar që as lindja as perëndim, gjithmonë unik, zgjidhni një shembull të partive të djathta, sepse nga e majta dihet, ata s'kan pasur zgjedhje kurrë. Kudo në Shqipëri. Duhet punojmë nga fshatarët, nga katundarët tanë, të cilët në shumicë kontrollojnë parlamentin. Shqipëria ka burime hidrike, por duket që ekonomia është në krizë të madhe. Oligarkët kontrollojnë dhe kanë kapur përfytin shefin e 3 lindave, por dhe i friksuar nga 3 lindat. SPAK gjithmonë më afër Abi Bank, Sinaloas dhe shkatruese ndaj asaj që erdhi si pastruese nga Athina me dëshirat mëdha për pastruar paratë deri në Manhattan.
A është koha që opozita të merret me zgjedhje brenda partisë apo të largojë Ramën? Në qoftë se shikojmë që ndrejmin e Amerikës me Iranin, kuptohet qartë që i Zoti nxjerr gomarin nga balta, fjalë e artë. Edhe pse fillimisht amerikanët ishin gjoja për ndryshim regjimi, do ta lënë në dorë të popullit iranian. Ndryshimi midis Ajatollahut të Iranit dhe të Ramës është se ushtria dhe policia e Ramës nuk mund të vriste dhe nuk mund të vrasë protestuesit në qoftë sa do të dalin përmbysin qeverinë. Në Iran, Trump ngatron dërgimin e mesazheve me disa faktorë të pushtetit Iranit me negociatën. A e bën sepse kërkon një exit way të dalë nga konflikti ku duket se është pa një plan strategjik fitore, apo kërkon të fitoj kohë sepse parashutistët, trupat e ekspeditave ndëshkuese, po shkojnë rreth 5.000 vet. Duhet rreth 10 ditë që të jenë atje. A do të kalojnë në aventurën e radhës për të marrë Carl Island, ishullin ku është gjithë burimi i fitimeve të naftës nga Irani? Në qoftë se shikon e majta amerikane, si në media, si në Kongres dhe në Senat, nuk duan që Trump të fitojë. Gëzojnë që ai po dështon. Natyrisht që drejtimi politik i Pentagonit është shumë i dobët. Trump nuk ka këshilltar të nivelit lartë siç kishte mandatën e parë, por Trump bëri atë që s'kishte bërë asnjë president që nga viti 1980. I çmendur, narcisist, Dosje Epstein nuk ka rëndësi. Ai goditi. Por në qoftë se shikojmë ecurinë e Iranit, nga ana taktike duket fitues. Pentagoni thotë se janë goditur 10.000 objektiva dhe Amerika godet bazat ushtarake, ka goditur dhe ka vrarë shkencëtar që merren me pasurimin e uraniumit, i vrasin çifutët, është goditur një kampus universiteti që merret me kërkime, por janë goditur edhe pjesë të infrastrukturës Iranit. Kjo e dëmton. Pra taktikisht duket se është i suksesshëm. Taktikisht suksesshëm kanë qenë amerikanët në Irak, 2 herë dhe në Afganistan. Nuk mund të thuash se amerikanët humbën në një betejë taktike ndash në Iran, ndash në Irak, ndash në Afganistan. Por ishte një fiasko, sepse nga ana strategjike nuk pati rezultat, nuk pati planifikim. E njëjta gjë ka ndodhur në histori me Bonapartin. Nuk mund të thuash, ai nuk humbi asnjë betejë në luftën ndaj perandorisë ruse. Shkoi në Moskë, por nuk kishte plan strategjik për të larguar carin dhe për të fituar. E njëjta gjë me Hitlerin. Në 10 dhjetor 1941, trupat naziste shkuan tek stacioni i parë i metros Moskës. Nuk kishte asnjë betejë të humbur nga Hitleri deri atë ditë. Por taktikisht ai nuk që i përgatitur. Nuk që i përgatitur për të shkatruar Leningradin, nuk që i përgatitur për të dëbuar Stalinin, elitën komuniste, dhe për të sulmuar përtej Uraleve ku ishin fabrikat e uzinat e luftës. E njëjta gjë mund thuhet për zotin Trump. Nuk mund thuhet që nga ana taktike nuk ka fituar asnjë betejë. Dëmi është bërë masiv, por Trump flet me hiperbola. Kur thotë që kam zhdukur gjithë marinën ushtarake detare, në fakt 90% mund të zhdukur. E njëjta gjë me aviacionin, me mbrojtjen kundërore, me radarët. Por amerikanët, bashkë me çifut të Netanyahu, kanë supremaci ajrore. Çka do të thotë që avionët luftarak amerikan dhe çifut kalojnë lirisht mbi hapësirën ajrore të Iranit. Problemi është ky. Janë hedhur rreth 2000 rakete balistike nga Irani. Kjo është forca e tyre. Dhe kanë goditur më shumë Emiratet e Bashkuara se sa Izraeli.
Kur hidhen raketën ndaj Izraelit, mbrojtja Iron Dome e ka efekt të shmërinë 92%. Irani godet ndaj popullsisë civile në Izrael, ndaj hoteleve në Dubai, aeroporteve në Katar. Amerika dhe që futën, Amerika le të themi, godet objektivat ushtarake, vret drejtuesit e gardës revolucionare, por ka shkatruar edhe impiantet e ujit dhe infrastrukturë. Kjo kthehet në favor të mullave, të cilët thonë, ata nuk na duan ne, por nuk ju duan as ju. Është një fakt që në qoftë se ti vret një të pafajshëm, le të themi amerikanët dëm kolateral, për një të vrarë 12 bëhen kundërshtar armiq tu. Ndodhi ajo që nuk kishte ndodhur. Irani ka bllokuar Hormuzin. Çfarë synon Irani? Irani e di që amerikanët do të rriqen dhe të kthehen në vendet e tyre, sepse nuk durojnë dot politikisht, ekonomikisht, nga ana sociale dhe nga media që është e marrë. Fitoria e Iranit është mjafton të mos u mbas. Kjo quhet fitore. Për zotin Trump, për Amerikën, fitoria është që të shkatrojë tërësisht ëndrrën për të pasuruar uranium për armë bërthamore. Tek 15 pikat që Trump i ka dërguar përmes Pakistanit dhe Turqisë, nuk ka asgjë të re nga ai plan që ka pasur Obama dhe që funksionoi, duke ju dhënë rreth 1.7 miliard dollar kesh nga paratë ngrira, por me një mbikëqyrje të madhe ndërkombëtare. Plani ishte i efektshëm. Në mandatin e parë, zoti Trump, mbas yshtjes nga Bolton, të cilin do ta kemi javës tjetër, doli nga marrëveshja. Irani fiton me miliarda dollar nga shitja e naftës duke shkelur sanksionet. Dhe ka me mira, raketa, dronë. Sipas shtabit përgjithshëm amerikan, thuhet që ka rënë 90% dërgimi raketave, 80% i dronëve dhe shkatruar marina ushtarake 90%. Është një luftë propagandistike. Askush nuk e di shifrat e sakta. Në qoftë se Trump do të kthehet, do të thotë që fitova, për 10 vjet Irani nuk do të jetë dot në atë stat që ishte përpara bombardimeve. Por Irani nuk do shpenzoj miliarda për infrastrukturën, por përsëri do të vazhdojmë, sepse tani e di se çfarë e pret në një sulm tjetër do përdoret në armë bërthamore. Ndaj ai synon. Përse nuk janë zhdukur të gjitha raketat dhe dronët, sepse edhe pse goditen tunelet ku janë fabrikat, ka dronë dhe tunelet vogla strehime që nuk mund t'i gjesh në një vend me një hapësirë shumë të madhe, ku mund të jenë 10-20 dronë, 10-20 raketa, dhe këto janë shpërndarë kudo. A janë të rrezikshme? Janë. Në qoftë se amerikanët do të largohen, i jepet shansi që popullit iranian të ngrihet. Siç më tha Bolton, duhet të ndihmohen me armë, me dollar nga CIA, sepse regjimi është më i dobët se kur. Trump të thotë që unë kam ndryshuar regjimin, nuk kam ndryshuar, janë vrarë drejtues. Problemi është qasja midis Izraelit dhe Trump. Netanyahu ka kërkuar që mbas bombardimit të javës parë t'i bëjë thirrje popullit iranian të çojë, por Trump i tha ku të çohen, t'i vrasin. Dhe janë bërë xhelos, në qoftë se ka biseda që nuk ka, janë mesazhe për bisedime, Izraeli do të vazhdojë të merr territore në Liban. Ëndra për të zmadhuar, për të qeruar Izraelin në dëm të vendeve arabe. E keqja më e madhe është Izraeli. Është kriminali Netanyahu, i cili është i zhytur në korrupsion dhe përmes luftës kërkon të qëndrojë në pushtet si Putini në Moskë. Do dali propaganda që gjoja Netanyahu e shantazhon presidentin Trump me dosjen Epstein. Trump do të rriqet, do të nxjerrë gjë Netanyahu. Por
trustit madhe nga grupet saktuara të kompleksit industrial luftarak, kur shikon parashutistët dhe brigada Airborne 82 që caktohet me ekspedita ndëshkuese, duket se Amerika do t'jetë përballë një aventure, kërkon të marrë ishullin Carg Island, iranianët kanë nisur përgatitje, duan ta kenë se një grac. Në një çast Trump do të largohet, kur kjo varet shumë nga çmimi i benzinës, sa do duroj ekonomia amerikane, sa do duroj MAGA dhe establishmenti politik në një mes mandat. Deri tani është $4 galloni, në qoftë se shkon 8, Trump dorëzohet. Por në qoftë se edhe ai largohet dhe ka shkatruar 90% të kësaj kafshë të përbindshë të lindjes mesme, dhe në qoftë se ngrihen iranianët e përmbysin regjimin e Mollave, kredia i duhet në Trump. Natyrisht që kjo përplasje, ky mision ushtarak, çka shumica e quhen luftë, por nuk është ende luftë, është mision ushtarak ndëshkues, tregoi dobësinë e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Bill O'Reilly, ikona e djathtës amerikane, thotë që Spanja duhet përjashtuar nga NATO. E turpshme dhe pa një lloj kuptimi që të mos lejojë amerikanët të përdorin bazët. Gjithashtu, NATO tregoi që nuk mbështet Amerikën, edhe pse mbrohet nga muskujt amerikanë ushtarak. Në qoftë se Trump largohet nga NATO, Putin i vallëzon Europë. Kudo në Shqipëri.